edhe ja bën një ushtar serb, ma ju e proritina vidi, së serbishtën se di mirë. Edhe i ka piskat aj pucaj. E kom gjujtën, ata në atë pjesën, anë në këne edhe. Rejtë pak të nëzërja gjakin vlajt, thash edhe shko, mësre. Tha jo, thash, jem bëdalo në më vrasi vlaj. Dalim aty edhe ishë rritë barish. Ishë bo barish, sa tonë edhe ishë i farë pjesë si verisht, ne i thojmë luga, ishë rritë si shparë. Aty kalune, i pas ishë një distancë, një 50 metra për kësaj vije, edhe me dal ishe hapun. Më i kemë të gjujtë snajperisti edhe kalojnë aty. Kër kalojnë atë shparin aty, i gardë, i thurë me thupra, edhe ja bën një ushtar serb, ma ju e proritina vidi, së serbishtën se di mirë. Edhe i ka piskat aj pucaj. E kom gjujtën, ata në atë pjesën, anë në këne edhe. Për një 20 minuta, një 10-15 minuta kanë ndodha e në gjarja. Vësë thëmë, fillon të një granatimet e sërve, se në radiolidhje në ishim piskamat, e se di që ka ndodhe në atë pjesën tjetër, së s'më eshesh. Miloti meti ma mrapan, pozicion, mu argjun fishekt. S'kishim se ishtë fillimi lufës. Ndërkohë fillun granatimet. Që ka pas granatime, sa që diku ku eron në blatën aty granata dafti saj, ose fësia saj më gjujti për një pjesë 3-4 metra. Që më edhe pre miloti nuk ishë mundësi marrë mu hiq, edhe këthejmë taj. Vojmë bashkë edhe këthejmë në qendër, ku i kishim shtabin në dranat. Marrë vesh aty që vra Armendi, ndërkohë tani mas gjysorën në vinë si përforcim të gjeri dhe blerimi, begje, këta djemë vritet edhe blerimi. Edhe ishte pa mundshme me majtë fshatin atë pozicion sa ishim, se ishin shumë pak veta, dhe dytëronë më tërhek për në vaksh. Kthehem në fshatin në slopën e tash të familja, nuk shoj për vaksh. Edhe kur isha, ka qenë një periudhë shumë e vështirë, sepse hierarkinë ushtarake, fshatrat që ishin mobilizuar në ushtri nuk e mirë fill, adin, nuk thëmë që e mirë fill, por nuk ishin komanden që zbën më largu. Ku isha bashkëtarët e mi në kryimin e kushëritas. Edhe vlajnë një ndërta. Esha 7 djemë më të mirëtit. Ku po dani, tha, po shkojmë për Shqipni. Pse? Tha, kanë hishki jetë dhejtë e olajt. Ku jenë familjet janë në shpija. Unë distancën me shkollën të olajt që i thojnë, na, kam të është vjajrore 50 metra, po shumë afer. Edhe isha me Ramukën. Edhe Milotin. Edhe i piskas lajt. Është me qëfar mend shtelen, nonën edhe, po s'pe i përmende janë atash, po përmende atë kushërinin të këta po thanë me dalë për Shqipni edhe më dalë. Dhe është zbanë edhe aty u këthyje Agi Mazreki. Agi Mazreki kësha për i Zvicra, një djali i ri. Edhe ku i thashun atë fjallë, a hertë me neve. Nuk shoj me këta. Ne djallit mi Stina i thëmë, ku për dhe ti? Tha për Shqipni. Pse bre? Se ishtë një vjetë me i vjetër sonë. Tha jo, tha, tonë për dalin, tha donë. Rejo burë, thash, bilet paktin, tha, ti u kishë vra vlajt, thash. Rejt paktin, zërja gjakin vlajt, thash, edhe shko, mësre. Tha jo, thash, jem për dalin, në më vrasi vlajt.
Nesa ta u nisën, vllajt i thash ti marr me mu. Ja dhash nonën, vllajën e vogël, edhe motrën.